أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah I madhruar te bareke ve teala më pas, pra pasi ceko se ka dërguar pejgamber. Dhe atyre pejgamberve u ka zbritur liber, mizan drejtësi, I ka urdhëruar me drejtësi, u ka zbritur edhe hekurin. E harrova ta them, u ka zbritur hekurin, këto lemat Raziu e nxjerr edhe një kuptim tjetër, është I njohur për me nxjerr disa urtësi të ajeteve koranore, është shumë I njohur për këtë çështje. Thot pejgamber për mesazhet e veta, me besim, me akide, me libra të shajtova, shpjegojnë njerëzve akiden, pastaj halalën dhe haramin. Përdorimi I hekurit është kurat përdorimi I forcës për ata që s'marrin vesh. Pra, veprat penale. Për njerëzit të cilët I thënë ligjet qellore, kundërshton ligjet qellore, janë veprat penale, ndëshkimet për një pjesë të njerëzve të cilët nuk I pranojnë, apo I kundërshtojnë, apo I luftojnë, madje I luftojnë edhe veliat Allahut Azza wa Jall. Pra Allah I madhruar, pasi që cek pejgamberët në përgjithësi, cek Nuhin dhe Ibrahimin. Edhe tregon se pe këtyne dy burrave të mëdhej, ama të mëdhej se jo mahi, I ka dërguar respektivisht pej pasardhëve të tyre të gjithë pejgamberët. Dhe ka zbritur të gjitha librat e shejta. Thot Allahu: "Walaqad arsala Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab." Ne dërguam Nuhin dhe Ibrahimin. Pra e shpallëm për pejgamber Nuhin, e shpallëm pejgamber Ibrahimin. E dërguam Nuhin pejgamber të popullit vet, po dhe Ibrahim a.s. të popullit vet. Wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Dhe tek pasardhësit e tyre, të atyre dyve, tek pasardhësit e tyre dyve, u adham pejgamberllukun dhe librin. Kështu që nuk ka pasur pejgamber që Allah I madhruar e ka dërguar më pas Nuhit a.s. Pastaj edhe pas Ibrahimit, e që nuk ka qenë pasardhës I Nuhit apo pasardhës Ibrahimit a.s. Deri tek Isa a.s. dhe deri tek I cili përgëzoi ymjetin e vet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I cili është pasardhës Ibrahimit a.s. Bashkë me Isa. Vetëm se pejgamberi Muhammed
nga Ismaili, ndërsa Isa a.s. nga Jakubi e Ishaku. Po prap takohen te Ibrahimi a.s. Pra të gjithë pejgambert. Allahu i madhuar i dërgoj dhe i bëri lojës pasardhës të këtyre dy burrave të mëdhej. I ka veçuar të dy burrat më sepse janë të mëdhej. Ka desh me i ndërua, këta kanë qenë pe pejgamberëve më të mëdhej. Nuh a.s. është baba i dytë i njerëzimit, është shekhu kërëplaku i këtij pejgamberëve. Ibrahim a.s. është Ebul Enbiya, baba i pejgamberëve, është Khalilur Rahman, i dashur Allahut Azza wa Jall, dhe është kush është Ibrahim a.s. Dhe këta të dy pe 5 pejgamberëve, ulul azmi më të mëdhej të Allahut të madhruar. Pra Allahu po thot kam dërguar pejgamberet e tjerë mes këtyre dyve dhe pas këtyne që të gjithë pe pasardhës e tyne, po ashtu librat e shejta, duke futur në to dhe 4 libra të mëdha, Tevratën, Zeburin, Injilin dhe Kur'anin, kemi zbritur pejgamberëve që janë pasardhës të Ibrahimit dhe të Nuhit alayhima السلام. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. E pastaj, pe pasardhët atyne pejgamberëve, pati që i pranuan ato mesazhet qellore, i pasuan pejgambert, ndoqën rrugën e Zotit, u ndriçuan me nurin qellor, ran hidajet, vazhdon rrugën e Zotit. وكثير منهم فاسقون, por mirërisht shumica pasardhësve të atyne pejgamberëve pastaj nuk e ndoqën rrugën e pejgamberëve, e lëshuan rrugën e pejgamberëve, e devijuan rrugën e pejgamberëve dhe i pasuan epshet e tyre dhe si të tillë ran dalalet dhe merituan hidhrimin e Allahut te bareke ve taala. Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. Më pas në gjurmet e tyre vazhduam me të dërguarit e tanë të tjerë, më pas. Pra dërguam me të dërguarit e tjerë. Pas Ibrahimit, edhe Nuhit a.s. Ran, pejgamber. Atje Musa, atje Paratina, Jusufi, atje Jakubi, pastaj Davudi, Sulemani, Zekriaja, Jahjaja, Eliasi, pejgamber të tjerë deri te Isa a.s. dhe deri pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Wa qafejna bi Isa ibn Maryam, dhe pasuam atë, pas tyre dërguam Isaun të birin e Merjemes. Dhe pas tyre dërguam Isaun e birin e Merjemes, cili është pejgamberi para fundit. Wa atejnahu l-Injil, dhe ati adham Injilin, e shoqërua me Injil, libri i madh i Allahut Azza wa Jall. E që kë pejgamber në këtë Injil u spjegoj dhe i përgëzoj miletin e vetë, jehudit, evrejt, se mas me ka marrë një pejgamber i quajtur me emrin Ahmed. O mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Dhe pi përgëzoj juve jo njerëz, se mas meje ka marrë një i dërguar, emrit të cilit ka me qenë Ahmed. Wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan. Dhe në zemrat e udhëtarëve të Isaut a.s., havarijinëve që besuan Isaun, dhe të tjerë pas havarijinëve që pasuan ata, sëllëm në zemrat e tyre ra'fatan wa rahmatan, butësi dhe mëshirë. Butësi, shumë ulema kanë thonë është për qëllim frikë ndaj të madhit të Allah. Njerëz devotshëm. I bën pasardhës të Isaut njerëz të devotshëm, takvalluk, wa rahmatan, edhe rahmet but mëshirshëm ndaj njerëzve. Ndaj njerëzve. Dhe kjo është parimi i besimit të shëndosh të fesë Isaut a.s. Me qenë të devotshëm ndaj Allahut, me pas frikë respekt ndaj Zotit, dhe rahmet ndaj krijesave të Zotit. Ky është parimi i tyne. Andaj të krishterët të cilët hak e kanë pasuar Isaun a.s. janë shumë më afër nesh se sa që futet
të cilët zemrat e tyre kanë të vrashta. Pra Allah këtu pasët e kanë zemrat e buta e që bie përkundër qëfutve, së dhe këtem për qëfutve, po përkundër qëfutve të tjerë të cilët janë të njohur me ngurësinë e zemrave të tyre dhe me urrejtjen e tyre kundër muslimanëve. Këta janë më të afërt me ta. Këta janë më të afërt me musliman. ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم. Por, çfarë ndodhi? Asaj përket murgërisë që ata vetë shpikën. E dini çfarë murgëria? Murgëria. Murgëria janë preftret, burra dhe gra, preftreshat, preftret, murgët, murgeshat, të cilët e a dedikojnë jetën e tyne Zotit. E që i bie, e shtrëngojnë vetë vetën shumë. E kanë shtrëngu jetën e fejnë e tyne, më shumë se sa që u a ka obliguar e madhe Zot. Pra ata Allahu po thot, wa rahbaniyatan ibtadauha ma katabnaha alejhim. Ese përket murgërisë, vetë kanë shpikur. Vetë kanë shpikur. Ne nuk u i kemi detyruar për te. Ne nuk i kemi obliguar për te. Ne nuk u a kemi legjitimuar atë. Vetë vetës ja kanë qitë, ja kanë shpikur murgëri. Qa është murgëria? Murgëria është me shtrëngu jetën e insani vetë. Mja përkufizu vetës shumë të mira të cilat me ka liuar Allah. Këta të kështëre që bënën? I andaluan vetës martesën. Pse? Sepse është kënaqësia e dynjas. Çdo sen që është kënaqësia e dynjas, që ka të bëjë me epshe, pshej, x. Kjo është përkufizimi i ngushtë. Çdo sen që ka të bëjë me epshe, me uni, me kojt, me qef. E bë veti qefin, mshoj x. Në krye tyre martesa, sepse thjesht është çështje e pshore. Mirë, fshije. Andaj nuk martohen. E bojkotojnë. Ushqimet e mira lukse, x. S'ka ushqimet mira lukse. S'ka me bo qef. Se mi kriju ne me bo qef këtë dynja. Po, me hangër bari, me hangër, sa për me gjallë. Me hangër gjëra ushqimore, fryte, perime, po sa me gjallë, jo për mu knaqë. Veshmbathje sa ma thjesht. Me nejt në për tubime, e me gjlise, në për dorsme, në për ahengje, ku knaqën njerëzit të ti, jo, heq. Andaj, me uveqo pe njerëzve. Mas me hum kohën me njerëz. Por, me fokusu në një vendi ku larg njerëzve, duke adhuruar Allahun tan jetën. Pra, me bojkotu anën materiale. Me o dhonë masanës shpirtërore. E që kë në shariatin tonë njifet guluv, terminologjin e akides quhet guluv. Guluv dhe me thonë me shtrëngu. Ekstremizëm, me të pru, me shtrëngu pak teper. E këta kanë shtrëngu ka gjatë teper. Këtu kanë thonë në lemat të ka jetë koranor. Dahakë për shambull, Allah pas më shëruar thëtë. Allahu pa thëtë, këtë murgëri nuk e kemi shënuar ne, vetë kanë shpikur. Qyshe shpike? Ja historiatë i sajna, pika shkotra. Dahakës thëtë, rahimahullah. Dësa mbretër, njëri pas tjetërit. Mbretër Bizantin. Sepse ishin Bizantinët në kohën, kur erdhe Isa a.s. Edhe ata ndo që nisen me mbyt,
me shpionimin, me shpionazhen, e të qifutve, që ishin pjesë e popullit të Musait ishte për tyne. E ndë që në ushtëria, i nëzëtë në ushtërinë për me ndjek me mytë, por Allahu e ngriti lartë në qiell. Mirë. Mbretët, që cilët erdhën me pas, për 300 vite radhaze, nuk lanë gjatë zez pa bë që bjen kundërshtim me fenë e Zotit. Tamam. Ata i kundërshtuan disa njerëz të cilët mbeten, anëpse i shumë pak, në dinin e shëndosh të Isait a.s. Sepse historia na tregon. Dhe këte kemi cekur, kemi folë për Isaun a.s. Para 20 vjetë. Historia tregon se, po kemi folë dhe në surën Maryam, fakt. Ma vonë. Historia tregon se pas ngritjes e Isait a.s. lartë në qiell, i thtarët të quajtur havarijin hoppen o zhduken. Nga saj që zihej, vritej. Por me gjithate, vazhdoan të përhapen fejnë sheft. Këtë që këtu për thot Dahaku, ata që kishin betur, ta shkalu 300 jetë. Në fejnë e shëndosh të Isait, filluan të kundërshtojnë. Por mbreti me ushtërinë i vritën, kënë zbëllonin, e vritnin që është pasus e Isait. Me pas, erdhen disa veta të cilat u thanë ushtërisë. Mos na mbëtni neve. Ne ja bëjmë qarën vetës. Jo, ja hikon vetës juve, vetën tonë për qafë. Nuk keni problem me neve. Ama, veç në lejoni që të largohemi prej jush. Dalëm të jetojmë në natyrë. Largë juve. I bëjmë disa kasolla dhe ne jetojmë aty. Nuk përzihume juve, as për thejnë bëni mira, bëni keca qafën e thefshë, që ka dëni bëni, është pas na mjotni. Dhe ata filluan të merren me çështje shpirtërore, derisa vdeqë dhe këtu lindi morgëria e tyre. Kur të biju thët nga Said ibn Gjuberi, se ibn Abasi ka thonë, të ajeti kuranor, o rahbaniyatan ibtada'uha, dhe morgërinë e shpikën, ibn Abasi ka thonë. Mbretërit, pas Isait a.s. ndryshuan të vratin, ndryshuan Injilin dhe bënin që ka dënin për harameve. Në mesin e tyne, kishte edhe musliman besimtar, të cilët e lexonin të vratin, e lexonin Injilin, edhe e thirrin njerëzit në rrugën e Zotit. Me gjithë rrezikun e madh që ju ka nosej. Ai puna e madh, xhihadi i madh është kur ka rrezik. Kur ka rrezik, por këta kanë vazhdu, Allahu i pas mëshiru, me thjen rrugën e Allahut azza wa jall, sepse kanë pa emanet. Kanë parë që është emanet. Dikush u tha mbretit e tyne, myti këta. Pa na shqetësojnë, myti. Gjithmonë e shet, gjithmonë ka qenë kjo. Anëpse pakis me gishta, por se dalin të atribullojnë, haptaze, atribullojnë paka shumë ujin, masës e gjerë, këta i pengan, se likudani, hishni, shteni burg, mytni. Ashtë gjithmonë kanë thonë. Pra ta teknik të në Kosovë i Shqipënijë, dhe që këta do të miqu në Afganistan një kohë. Ate do Shqipënijë, që këta të në Taliban, se do shku në Afganistan. Të na këtu një këto. Thënë të mu njëherë, i drepezreti, për në përmjet portaleve, ka me të liftu talibancat si ti, edhe këtë talibancat tje ka me liftu. Qa me dha? Ta dha Zoti hakun. Allahu ta dha shtë hakun. Allahu ta dha shtë hakun. Dhe ja jap hakun Allah. Mësë që dëtë? A shëf legje Zotit. Legje Allahut. Këthejmë këtu. Të këtë gjurë Ibn Abbasit. I thanë mytni pra, sepse përna pëngojnë, ta përna shqetsojnë. Tash, këta njerëz, ndanë disa grupe.
Këta thanë, nuk keni nevojë më na myt njëherë, se ne e bëjmë qarën vetit. Ibn Abbasi po thotë, një grup i tyre thanë, o ju njerëz, i thonë ushtrisë së shtetit, o ju njerëz, na ndërtoni neve disa kulla, në altë, atje se dhon pe gurve në altë, o çka po rrina na. Nuk rrina me juve. Veç një sen e kërkojna, me na pru do buk dhe në altë ka njëherë. Me na falitare, me na i kofë, me na i diçka, me na mundësu me na që në altë, me marrë na pes në altit, edhe na që atë rrimë, adhërojmë Zotin tonë, deri sa të vdesim. Një grup tjetër i ty në thanë, na lejoni neve të bredhim në për tokë, të hajme të pimë, qëka të na që Zotë? Si krijesat, shtas, shpez, që të gjojnë hajnë? Nëse ju pengojna dhe na zënë dhe vina përzgjime juve, mbëtna, vesh na leni të lirë. Dhe të dolen jashtë, në shkërtetirë, në natyrën, me adhuru Allah, në zohë gjelë dhe ku të muj me jetu, që është të derisa të vije vdekja. Një grup tjetër thanë, në ndërtëni neve ju disa kasolla, formë faltoreve, në largë një male, në kodra, dikon largë juve, largë masës së gjerë, në mënyrë që ne të qëndrojmë atje. Dhe që atë në të rrimë, rrëth tyne na, i qelim dhe pusa, marrëm ujë, punojmë pak toke, në pjasë e toke, hajmë, që të kasolla flenë, dhe adhorojmë Zotin deri sa të vdesim, për juve nuk e pengohaj. Që shtu veprojnë së të mërkët. Vetëm se janë avancu pastaj dhe kanë ndërtuar manastire, por në periferia, shef në periferi, larë për njerëzve. Këta thanë, na lejoni që këmë larë për njerëzve. Iku na për ju, mos na mëtë në lene. Këture, deri këto qëllimi ishte shumë i mirë, të s'ka kur gjë të keqe, ta ishte shumë debat shumë. Shumë debat shumë. Pra ndërtojmë manastire dhe rrinë largë njerë. Manastiret do të me qenë largë dhe në banimeve. Në male, në shkretëtirë, në kodra, largë. Me pas pak tokë, ujë, atyr, kushtet elementare të jetës, mës në përzim me njerës. Vetëm adhurim, ibadet, përkështim dhe të madhëtse. Ibn Abbasi thotë. Ata vepruan kështu, u amundësuan dhe ata shpërndan. Që shkërkuan. Kaloj e një gjenerat. Vdeqen ata. Pas tyne të cilët ishin në rrugën e Isaut, për Ibn Abbasi. Pas tyne erdhen disa njerëz të tjerë, të cilët thanë të bëjmë edhe ne se që kanë bërë ata, por këta ishin shirk. Këta nuk i ndiqen ata në besim. Pastaj nuk i njefnin parimet e tyne të shëndosha. Andaj edhe devijuar dhe pështjellën, e preshen fejnë, besimin, e pasuan fejnë e mbretërve të tyre dhe kaluan në paganizëm, se kërse edhe të tjerët, dhe kështu, thëtë dhe Allah i madhruar këte, për ata potë Allahu, o rehbanijeten, ibtadauha ma katabnaha alejhim illa ibtigaa ridvanillah. Dhe ne u acaktuam atyre, e sa për këtë mërgëris, ata vetë shpeken, ne nuk ka bën obligim ata atyre. Me të cilën edhe pse e synënën, ata e synën, për thëtë Allahu Azza wa Jall, illa ibtigaa ridvanillah, ata synuk në sinë Allahut. Pra këta të partë kërë e themiluan, dështë më afru të Zoti ma shumë për çfarë do kushte rrethana të tyne, me kërku kënaqësinë e Allahut. Ridvani Allah është kënaqësia e Allahut. Fema rau haqqa riayatiha. Por ata që erdhen me pas, nuk ja dhanë hakun. Pra pasuesit e tyne e devijuan dhe të tjerët pastaj pasuan, se që në dhe sad, këta të cilët jetojnë deri në kotë sotit. Pra mërgëria ka vazhduar, vazhdon edhe në sënd. Ata e konsiderojnë pjesë të dinit të tyre, në fakt nuk është pjesë e fesë të tyne, Allah nuk ka caktuar atë, nuk ka legjitimuar, e kanë shpikur pasuesit e havarijinëve, nxënësve të Isaut a.s. me qëllime fesnike të mira, por ata që kanë dhënë pas tyre nuk e kanë mbajtur, nuk e kanë ruajtur siç duhet dhe kanë devijuar. Thëtë Allah në vazhdojnë, fa atejna ledhina aminu min me gjrahum, wa këthirë min fasikun, atyre të cilët besuan drejt,
ne u dham shpërblimin e tyre. Iftarëve të sa, ata që ishin në pas, ish shpërblime dënja, ish shpërblime në Allahu në ahiret të bareke ve taala. Por shumë prej tyre janë të padrejt, wa kathir min fasiqun, sepse devijuan. Kur të biju të ajet kuranor thot, ky ajet është argument se çdo risi në fe këta që të nërësi, murgërin, është bidat. Po ashtu është argument se nëse njeriu e qëtë njërisi në fe respektivisht e kushtëzën, sepse këta e kushtëzun vetë vete me adhuru Zotin, me largu prej knatësive të dynjas. Nëse njeriu e zatohet, kushtëzën vetë vete, zatohet, se do ta bëjë një punë të harit, me të cilën afrohet Allah, do të me majtë atë. Për ndryshe, futet në këtë ajet kuranor. Gjithashtu Ibn Kurtubiu thëtë, ka ajet është argument se këta i thartë, këta morgërit u distancun për njerëzve. Ta shtu lind meselja, a lejohet me distancu për njerëzve. A lejohet me distancu për njerëzve. Kurtubiu të ka ajet kuranor thëtë. Dhe ka ajet kuranor gjithashtu në apneve material, apo është fakt argument se lejohet për besimtaren nëse rrezikohet dini i tina, prishen njerëzit, prishen vllaznia, i prishen shoqëria, se mjetet kush i harit, që mëson atë mirë, e që këshillon mirë, e që dën të mirën, e jarun të mirën, e për jarun udhëzimin, jarun të ajetin, s'ka kërkon. Lejohet që njeriu me ik dikon, më mshef dikon, ku të mëne dikon me najt, me adhuru Allahun azza wa jall, duke rojtur dinin e tina, derisa të vije vdekja. Allahu musta'an. Pas kësaj na thot Allahu te bareke ve taala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe besoni të dërguarin e tij. O ju që keni besuar, janë dy mendime se për kënë ka Allahu për qëllim. Mendimi i parë, o ju që keni besuar nga eftarët e librit të shajt, qifut dhe të krishtarët, që keni besuar pejgamberët e juaj, Musaun dhe Isaun. Besejeni, keni frikë ittaqullah, keni frikë Allahun, wa aminu bi rasulihi, dhe beseni pejgamberit, beseni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ju të krishterë dhe që fut në kohën e pejgamberit, që po pretendonit se jeni në fenë e shëndosh të Musa dhe të Isaut, pasë jeni pejgamberin Muhammed, keni frikë Allahun dhe pasë jeni pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, yu'tikum kiflayn min rahmetihi, u dëfishon juve sevapin i madh i Allah. Një herë u jap sevapin që keni rujt fenë të parëve të ju, pejgamberit juaj, dhe herë e dytë u jap sevapin që keni besu pejgamberin ton, sallallahu alaihi wasallam. Në kuptim tjetër, e që sa dhe thëtë se është me i përgjithshëm dhe me i sakt, o ju të krishterë, i thtarë të librit, të krishterët që fut, po dhe musliman, të cilët e keni besu Allahun hak, pejgamberët e me hershëm hak, keni frikë Allahun, besën e pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u jap Allahu shpërblimin, dy feshan shpërblimin i madh i Zot, shpërblimin për pejgamberët e mëhershëm, shpërblimin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, wa ja'al lakum nura, dhe u sjell u jap Zoti juve nur, dritë. U jap Zoti nur dhe dritë me pa hakun, nur dhe dritë me ik për errësirave, sepse errësirat gjehli, bidatet, shirku, kufri janë errësira. E njeriu pa nuri bjen në to. Njeriu me nur dhe me dritë ik për tyne, sepse kupton, e sheh rrugën e drejtë, e sheh rrugën e vërtetë. E që mund t'jetë për kuptim, nurën të mshun e bihi, u jap juve nuri dritë që mshanit që esnin te, mund t'jetë për qëllim nuri dhe dritë na herët që kemi cek ma herët, ku me atë nuri dhe me dritë, ju kaloni siratin, dhe dini për te siratit, për te xhenemit, dhe shkoni në xhenet atje, por aty dyjat, nuri dhe dritë këtë dynja, dhe nuri dhe dritë në ahiret, kur dalim për Allahu te bareke ve taala. U yaghfir lakum, dhe ju fal juve i madhi Allah te bareke ve taala. Wallahu ghafurur rahim. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirshëm.
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dhe në ajetin e fundit të kësaj sure të bekuar, Allahu i madhëruar u drejtohet të udhëtarëve të librit të shenjtë të konkretisht që fotve, të cilët pretendonin se ata janë më meritorë me qenë pejgamberi për tyne. Dhe se ata janë bijtë Allahut, dhe se janë të dashërit të Allahut, dhe se janë të përzgjedhërit të Zotit. Dhe se në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, nuk ka mundësi që Zoti të dërgoj pejgamber për njerëzve të tjerë, popujve të tjerë, përpas për tyne. Jo, nuk është ashtu. Sepse s'mund me mësu Zotin. Për ata Allahu po thot, o ju njerëz. Pra, li'alla ya'lamu ahlul kitab, ne të qatsek më herët, ata që besojnë Allahun, kanë frikë Allahut, besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo sevapin dy fish, u bëj këtu, apo këtu të mira, u japin nur dhe dritë të tjera, në mënyrë që ta dini thtarët e librit, në kllopat që futet, se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut. La yaqdiruna ala shay'in min fadlillah, nuk kanë dorë ata nga mirësia e Allahut, nga profecia e Allahut, nga shpallja. Nuk janë ata që mund ta vendosin shpallën aty, me marr me qit këtu, pe këtu me çuatje. Nuk kanë në dorë. Wa anna al-fadla bi yadillah. Dhe se mirësia është në dorën e Allahut, profecia në dorën e Allahut, dhe çdo gjë në dorën e Allahut. Po këto fjala për shpalljet qiellore. Yutihi me yasha. Allahu jap kujt të doj. U adha juve që futve me mira vite, me mira pejgamber. E tash kur Allahu u adha arabëve, drejt për drejtë njëherë, e pastaj ketë muslimanëve, dhe juve ju thirrri, si prashtej Zoti, Allah nuk i prashtej që futet prej mesazhit qiellor të fundit, se mos e tha Zoti që futve, ju s'keni drejt me besu? Kjo veç për arabëve? Ja, mërë si tha asnjëherë. Po hajde me dhe ju, por vetëm pse është arab, me ngjyrë me gjuhë e me etni, ata nuk e dëshën. Allahu po thot, kjo është mirësia e Zotit, ai jep kujt të do. Pra kësaj radhe zgjedhi arabin Kurejshit Hashimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe e bëri të dërguar, madje të dërguar të mbar njerëzimin arab dhe jo arab. Wallahu dhul fadl adhim, vërtet Allahu është dhurues i madh, fadileti i tina është i madh, mirësitë e tina të mëdha, te bareke ve taala. Allahu na ka ndëruar me mirësitë e tina shumë, kur na ka përzgjedhur e na ka ndërquar zemrat tona, e lutem Allahut madhërinë e tij që të na ruaj këtë udhëzim, këtë hidajet, e të na forcojë dinën e tina, na bëj të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, e të rinjallëm si musliman. Allahumma amin, Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Me ka që përfundon komente surës Al-Hadid, alhamdulillah, dhe të njëjtën kohë edhe komente i gjuzit të 27, dhe fillojnë javën ardhshme inshallah taala me gjuzin 28, respektivisht në surën El-Mujadile, deri atëherë i lojmë në mbrojtjen dhe rojën Allah të madhruar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.